Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Yll Kasimin në episodin e radhës në podcast. Këtë episod, mysafire në podcast e kemi drejtorishën e Fondacionit për Drejtat të Kafshëve, Elza Ramadani. Elza, faleminderit që pranua ftesën tonë dhe gjetët kohë me marrë pjesë në podcast tonë. Faleminderit për ftesën edhe është gjithmonë kënaqësi. Gjithashtu. Atëherë, Elza, fillojmë direkt në temë. Sot do të bisedojmë për temën e kastrim sterilizimit dhe dështimet që po vijnë, pasojat, gjitha këto do t'i përmbledhim në minutat tonë në podcast. Atëherë Elza, mundesh më na tregu se si po dështojnë komuna e Prishtinës dhe komunat e tjera të Kosovës në programin, në zbatimin e programit në kastrim sterilizim dhe më na tregu më shumë se çka nënkupton kastrim sterilizimi i kafshëve, qenve, në këtë rast. Po, atëherë, në përgjithësi, kastrimi dhe sterilizimi nënkupton atë procesin, operacionin që i bëhet qenit mashkull me kastrim dhe qenushës femër me sterilizim, ku i hiqen organet riprodhuese përmes një intervenimit veterinar kirurgjik dhe i bjen që kur i largon ato organe riprodhuese nuk mund të shumohen më në rrugë. Këta po e thëmë me thjeshtësinë më të madhe që me kuptu se cili qytetar që na ndjek, të thotë kastrimi sterilizimi i largon organet riprodhuese, kur lirohet qeni në rrugë me një vath në vesh, i bjen që është neutralizu edhe nuk mundet me u shumu tutje. Kjo dhe i duhet Kosovës urgjentisht. Nuk është që s'ka pas ma herët, na e dim shumë mirë si aktivista që tash sa vite e kanë kuptu komuna që duhet kastrim sterilizim, por në anën tjetër aq dopt i kanë menaxhu, aq dopt i kanë monitoru, them hiç si kanë monitoru, se bilet kish pas pak monitorim e kishim mujt me quj dopt ose mjaftueshëm, po s'ka pas fare monitorim, nuk kanë qenë pastaj as transparent me shoqërinë civile që kanë tentu vazhdimisht mi monitoru këto projekte dhe kjo është arsyeja pse nuk kemi qenë të kastrum dhe sterilizum dhe kemi shumë klysh, numri vazhdimisht po na shtohet. Vetëm e cek fillimisht që organizata jonë, Fondacioni për të Drejtat e Kafshëve, është shumë krenare që ka mujt në vitin 2025, do të thotë vitin e kaluar, me bo një numërim të përafërt gjendjes dinamikës qenëve dhe edhe numrit të tyre. Ka ndalë dikun rreth 50.000 qenë. Në Kosovë? Në gjithë Kosovën. Jënë të ndame edhe me komuna, raporti është online edhe mundin gjithkush me lexu. Pse është i rëndësishëm ajo? Do të thotë ai raport në përgjithësi dhe numërimi për afërt, sepse tregon pak a shumë ju ndihmon institucioneve, në këtë rast komunave, me bo një plan sa më të mirë lokal me numrat aktual që i kanë në kryeqytet, do të thonë në qytet, në kryeqytet për Prishtinën, po edhe në komuna tjera, do të thotë nëse i ki 2000 qenë në komunën që e udhëheq, atëherë e bën një plan të kastrimit, sterilizimit mirëfillt, e shikon se ku duhet, pastaj raportet e ndryshme tregojnë edhe se cilin komunën e vet me një studim sa ma të vogël të i pyet qytetarët mundin me kuptu se ku po i vinë gjithë këta qenë dhe cak. Për shembull në rajonin e Prizrenit ose Dragashit, ne e dim që ka shumë fermer që kanë bakti shumë kafshë tjera në fermë, do thotë ka dhe qenë sharri të për ruajtjen e deleve ose baktive të ndryshme, kështu që e dim që edhe aty është një mos përgjithësi e fermerëve, sepse ndoshta edhe si janë të informuar, nuk janë asnjëherë të mbështetur nga komunat që me i kastru sterilizu qenë të tyre, që mos me përfundu ata në rrugë të bredh vlerëshëm, tu shumu vazhdimisht, edhe pastaj fermeri ose fshatari kur i vjen qenushja me 9 krysh, nuk besoj që i mon gjithë. Ose i falte dikush disa, ose i lem pastaj ata tjetë në rrugë. Përdoren qysh edhe për ndodhë çdo herë. Po, pastaj në atë rajon janë të famshme edhe luftrat me qenë që i dim shumë mirë, kështu që ka ndoshta njerëz aty brenda që dhe i shumojnë për lufta, me qëllime që me i shumu, nganjëherë mbulohen në atë dëshirën për me e rujt racën autoktone të sharrit, i liras që ja di emrin gjithmonë në institucionet ma bënjo nuk është racë e sharrit, po është kështu të ashtu, mos më intereson as emri, sepse racat nuk kanë hiç rëndësi, nuk më intereson çka kena autoktone, kush çka ka autoktone, qenë përgjithësi në krejt botën janë të vujt jashtëzakonisht shumë për shkak të shumimeve të ndryshme. Kështu që mas pak të ruajnë racën, një lloj i njeri tillë ku e shtin lufta çdo herë, mos më hiq sa ti, mëse kjo është një pastaj po. E bisedës, kështu që mas paku ata njerëz e ruajnë këtë racë që asë sa djerë. Po, dhe as na interesant, është me rëndësi
jeta dhe mirëqenia e tyre se sa ndoshta emri. Kështu që komunat, në këtë rast edhe komuna e Prishtinës, po pastaj edhe komuna e Gjilanit edhe disa të tjera, nuk janë tu tregu të suksesshme, sepse një e kanë kokë që dikush tjetër do të m'ia kry punët. Do të thënë gjithmonë ja avnojnë fajin dikujt tjetër, e kemi pa që ankohen që qeveria nuk po ndërmerr hapa, e kemi pa që thonë që NGO, do me thonë OJQ nuk po tregohen shumë edhe aktivistat ish dashur mi adoptu qentë dhe mi au kry punën do të thotë komunave. Edhe e dyta, do të thonë ja lojnë fajin tjetër kujt, e dyta është se nuk i menaxhojnë që duhet edhe fondet që i kanë momentalisht. Do të thotë e dinë që duhet buxhet ka gjë të madh, po ndoshta aty tani del edhe ndonjë lakmi, thot buxhet shumë, pse mu lodh shumë, qenjen ashtu kështu, vlla skuca në funditës, edhe ju hin karate me disa masa që i kemi pa në komunë Prishtinës, ku pa mendu fare, kam bo një vendim 2023 ku thuhet që 50 euro kanë mi marrë secili që adopton një qen, do të thonë 50 euro për qen për muaj, edhe i kanë mashtru njerëz me hime një farë gracke ku kanë marrë qen, shumë. Ata njerëz nuk e kanë shumë dëshirën për mbajtje të qenëve dhe vullnet. Janë na që jemi dashamirës i kishim majt qenë një 200 qenë ja kush tjetër, po e dim çfarë sfide është dhe sa e vështirë është mi majti 200 qenë mrena një vend. 5 edhe janë shumë kanë njerë, edhe ma 10 e përmbi. Kështu që njerëz që kanë motive të përfitimit janë motivu, komuna mendjes ka prit se për komunën me rëndësi hekim prej rrugës edhe ju thojnë votuesive të vetë që po i kemi largu qenë veç prej qendrës, pastaj në periferi që ka ndodhur nuk ju intereson, edhe pastaj kanë hap një strimore me potencial shumë të mirë. Strimorja komunale e Prishtinës ka potencial, ka dhoma të mira, ka hapësira të mira, mjaft të mira për qenë, po qysh është tu menaxhu, ose themi keq menaxhu, është me të vërtet për keqardhje, sepse janë izolu, edhe pse ligjërisht thuhet që duhet jenë transparent. Ka transparencë në punën e ty në komuna? As pak. Këta po mbulohen prej mos interesimit ndoshta të shumicës qytetarëve se çka të ndodh. Fatkeqësisht na kemi këta në fusha tjera. Qytetarët tonë nuk janë shumë të vetëdijshëm me kërku llogari prej institucioneve. Për taksat e tyne, se ku po shkojnë? Edhe qoftë për rrugë, qoftë për ndërtimin e një qerdhës ose një shkollës ose spitali, na duhet me kërku ma shumë llogari. Themi tash për shembull për neve është edhe shokuese se qysh kanë jep gjithë këto miliona. Vazhdimisht edhe një zyrtar del Bajram Geca i thot i kujna 5 milion, ai tjetri thot 4 milion, ai tjetri thot 2-3 milion. Do thot as nuk e din mas pari edhe sa miliona janë, po janë shpenzu, tjetri thot i kena sterilizu 4.000, tjetri 5.000, tjetri 6.000, do me thon dalin kështu me shifran veti, qysh i kanë folë aty, jo që kanë ai plan sakt ku ti për një me e she sa jellë sterilizu sa kastru. Ose neves na kanë jep ato dhana, kështu që na i kemi marrë disa dhana, po janë shumë gjysmake, këto po flasun para 2 viteve që i kemi marrë të kastrimit sterilizimit. Tash rishtas e kemi bën një kërkesë në komunë Prishtinës me na tregu cent për cent çka kanë shpenzuar secilën mas në këto miliona, po nuk janë përgjigj fare. Edhe na tash përmes Agjencisë të Informimit dhe Privatësisë janë ato i kërku drejtën tonë si qytetar, si OJQ me ditë se çka ka ndodhur me ato fonde publike dhe me ato kontrata publike. Kështu që të shohim tash çka del aty. Po jam e sigurt që ka me pas keq përdorime ose keq menaxhime, dhe pse janë shumë të zotë, ndoshta mi mshef, mirë me letra, po për atë arsye dhe i kemi bën një kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë ndaj komunës Prishtinës për gjithë këto keq përdorime të fondeve publike dhe të qenëve. Po se siç dihet, kjo po vazhdon edhe nuk ka të ndalën. Në fakt, më e mira kish me qenë që aktivistët dhe qytetarët të gjithë me bo presion të komuna, me pa se ku vërtet po shkojnë këto fonde, sepse vetëm bara bjen mbi juve si fondacion për drejtat e kafshëve, kur gjithë secili mundemi me bo atë pjesën tonë. Nuk është problem që ndoshta bara bjen, por veç kisha dash me i pas pak më shumë, kisha pas qef që qytetarët dhe aktivistë me kuptu rolin edhe tonë si fondacion, edhe se ne këtë organizatë e kemi hap, kur e kemi pa që institucionet nuk po e bën punën që duhet, edhe na fokusin kryesor e kemi me ndryshu sistemin për brenda, do të thotë me ndryshu qasjen e komunave, institucioneve, qoftë edhe institucioneve legjizlatuese, që janë prokuroria, gjykatat,
policia tjera, që është shumë vështirë. Na e dim sa vështirë është me ndru mendimin ndoshta një familjarit tonë që jetojmë me ta, e lere më njerëzve tjerë që jenë mësu me bo këtë punë edhe ndoshta nuk kanë shumë edhe disa prej tyre nuk kanë shumë ndjeshmëri ose nuk dojnë edhe me u lodh më shumë fiks. Se ne edhe e dim që në Kosovë pastaj për shembull nuk ka inspektor sa duhet. E tash na nuk mundem gjithë ditën me thonë që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë nuk po e kryn punën që duhet, ka edhe ndoshta prej atyre aty brenda, por në anën tjetër edhe ka për një me pak inspektor. Tash për shembull, prej një takimi të fundit që na është thënë, janë vetëm 3 inspektora veterinar në gjithë rajonin e Prishtinës. Tash imagjinoti ata kanë mi kontrollu sertoret, kanë mi kontrollu firmat, nëse veç janë të kontrollu dyqanet, po supermarketet, mishtorët ndoshta, vendet ku shitë djathi. Pastaj ne bëjmë edhe kërkesa javore për kontrollin e mbajtjes ose keqmbajtjes qenve, sepse duhet me kuptu edhe qytetarët që qenë në rrugë janë veç simptome një problemit. Të dhe kur e kemi një smundje dhe kollitime dhe na shkojnë hund, janë simptoma. Na do të me shëru qatë smundje. Këta vazhdimisht munon sa ma thjesht me ja shpjegu njerëzve që qenë në rrugë janë veç simptoma. Është qaj kolli kur na kap kur jemi smut. Problemi kryesor është mos përgjithësia e njerëzve që mbajnë edhe shumojnë qenë, e njerëzve që shesin qenë, njerëzve që prej vendeve fqinje marrin qenë pa kurfar letra, në mënyrë jashtëligjore edhe pastaj shumojnë qysh kanë qef. Edhe pse ekziston një bazë ligjore për mbarshtim të kafshë, për import kafshë, për mbajtje jo ende, po për shitje, do të thotë na prap si shtet dështojmë me zbatu këto ligje të mira që i kemi, sepse nuk kemi njerëz, nuk ka inspektor veterinar, nuk ka mjaftueshëm njerëz në çfarëdo institucioni që mi kry këto punë. Edhe për njerëz ka mangësi, tash verëma kur po kërkojmë edhe për kafsh, po thonë që jo, edhe kjo është tash do të me pritë se kemi prioritete tjera, ka njerë edhe është ashtu, nga njerë është edhe veçështë arsytim, po me të vërtet në asje organizatë bëjmë shumë presion të gjitha institucionet që vazhdimisht ngritën kapacitetet njerëzore, edhe të fokusohen edhe të kafsht, edhe të mbajtja atyre. Do thotë se nëse vazhdojmë vish më marrë me qenë dhe atë ja, i fajsojmë qenë, ata tani na kafshojnë sepse na i torturojmë, edhe shkon një farë cikli keq kështu që në fundit sa din ku na i konvenon komunave, ndoshta, edhe njerëzve që përfitojnë prej qenëve. As kuj tjetër, aktivistëve jo, vazhdimisht janë dëshpëruar, janë në depresion, nuk kanë vullnet më marrë pastaj me çështjet, munohen mi afru qenë ose macet që i kanë lagje, kujdesen për ata, kujdesen për disa çështje do të thotë rescues, këto shpëtimet që i bojnë, a e dim jemi me një grup ku i shohim çdo ditë që ti vetë dhe plot aktivista tjerë shpëtojnë vazhdimisht, po pastaj edhe fondi nuk ka, do të me kërku mes nesh si aktivista ose edhe ndoshta dikush i huaj që ka qef me ndihmu. Kështu që kjo është një problem shumë i madh, një sfidë e madhe që edhe një komunitet i tërë që veç po injorohet. Kjo bëhet pikërisht prej komunave që edhe pritojnë me kry detyrën e tyre. Shumë e tjerë. E sa kur jemi të komunat edhe ma herët e përmendëm edhe subvencionimin e personave caktun me 50 euro, ata që kanë marrë qenë, do me thonë, po si po qëndron kjo pjesë ku dihet që ata, do me thonë, qenë lypër me ushqy, a keni informata se a janë duke u subvencionu këta persona me këtë shumë të mjetëve? Unë nuk kam informata kështu me shkrim, sepse qysh e thash, Komuna e Prishtinës nuk është tuna jep asnjë informata hala. Kështu që mendis po pres me i marrë përmes Agjencisë të Informimit dhe Privatësisë dhe me pa çka kanë, çka s'kan. Me çka ushqihen ata qenë që janë nguju në për themi për ato hapësira. Kur kemi qenë të disa prej strehimoreve, kemi pa që kanë bukë të mykun ose veç bukë të thatë, do të copat mishi që janë jashtëzakonisht rrezikshme ato edhe për shëndetin e kafshëve, po edhe për shëndetin e njerëzve që sillen aty. Pastaj në vizitat e ardhshme kur jemi shku te disa prej strehimoreve, kanë thonë, që kemi edhe kokra për qenë, edhe tani ja kanë ndryshu, po mos kishim qenë ndoshta në aty që i kishim kontrollu, as nuk i kishin vendos kokra për qenë. Është okay edhe me zi misht freskët, po duhesh me zi edhe me përpunu, jo veç me qita ashtu edhe pastaj ti eshe mykun edhe mizat edhe krimbat aty në pjatat qenve. Për atë arsye edhe shumë qenë mungojnë prej strehimoreve ndryshme, sepse ndoshta vdesin urije, ndoshta helmohen prej ushqimeve që mbeten aty disa ditë në pjatat e tyne. Do të thotë Komuna e Prishtinës, unë kam dëgjuar dhënë prej aktivistëve të ndryshëm që komuna nuk është i pagu njerëz cilët
është dashur mi pagu për mbajtje qenve. Kur nëse ke shku sipas procesit edhe sipas zbatimit të kësaj nisme të tyre, shumë është interesante nëse qysh e ceket një qen ngordh në strehimorin e tyre, a lajmërohet komuna, a vazhdon subvencionimi i 50 eurove për ata qenë, se dihet që njoni prej tyre i ka pas dikon rreth 300 e diçka qenë e janë gjetë vetëm Dikon rreth 100. po as 100. A ka vazhduar person me marrë ato mjete? Tash, kjo mbetet edhe te prokuroria ju, ka se sado që na si organizat po mundo me kërku informata, na s'po mujna me marrë ma shumë se sa që po na ofrohet. Kështu që shumë e vështirë tash na si organizat jo qeveritare me mujt me i marrë këto informata, mujna përmes agjencisë të informimit, por nuk besoj që këto informata kanë me i posedu komuna e Prishtinës në këtë rast. Kështu që prokuroria këto shumë e rëndësishme. Prokuroria do të mi bona fiks këto fjalë që i the ti, kemi vendosur në kallëzimin ton penal, që prokuroria me ditë pak a shumë ku po dyshojmë na çka po ndodh, do të thotë, sepse komuna e Prishtinës ka qenë shumë e vetëdijshme që ka me qenë dështim kjo për qenë edhe për mirëqenien e qenve. Kështu që kur po dalin në televizion edhe po dalin në media të ndryshme tu thonë që 100% ka mirëqenie për qenë që këta janë tu i trajtu, është aq gënjeshtër e pastër sa që unë po skuqem për ata zyrtarë që po e thojnë këto fjalë. Kështu që nas jo si media, shumë mirë që po e trajtoni këtë temë, gjitha media duhet me u bë bashkë edhe me shku vazhdimisht çdo javë te strehimorja, jo veç te komunës, po dhe këta që po financon prej tyne, jo mi sulmu ata persona direkt, se tash tu dashna me nxon komunën, se komuna këto shumë mirë ka ditë i ka shtin grac këtë ata persona, edhe pse ata kanë pas dëshirë me përfitu në qenë, po që po e lojmë dyshimi që kanë pas shef me jabo kushtet që duhet, po e zojmë që krejt ata adoptues kanë dash me jabo kushtet që duhet, fajnë këto pse s'po i pagun pastaj komuna e Prishtinës, i mbetet komunës Prishtinës dhe komuna e Prishtinës është dështu në sigurimin e mirëqenies të atyre qenve. Se faktikisht edhe pse janë tash në pronësitë adoptuesve, edhe komuna e Prishtinës ka përgjegjësi për ta, sepse ka premtuar që ka me pagu shuma të caktuar që ata me pas ushqim të mirë, me pas mjekime të mira, ato gënjeshtra që krejt terapit i kanë falas, nuk ka ndodhur ashtu, ka pas ndoshta shumë qenë brenda strehimorëve që kanë qenë smur, edhe asë shku veterinari Kreshnik Vejsa ose dikush tjetër edhe veterinarja tjetër, s'mon kujto të emra Gresa, po që qysh nuk shkoni mi vizitua ata qenë. Do të me bo që sa vite tash prej 2024 ka marrë hovë matmat kjo adoptimi masiv, strehimi masiv prej komunës Prishtinës, kështu që është dashur vetë ata si veterinar me qenë etik mjaftueshëm, që me thonë, unë nuk pranoj me punu kur nuk e di se qysh janë që ata 2000 qenë që na po japim në adoptim. Ndërsa në strehimorin e qytetit Prishtinës, a ka transparencë, a lejohen vizitat edhe për qytetarë ose për aktivista e kështu me radhë? Ta them të drejtën, kur unë kam bisedu me kreshnikun veterinarin, i kam thonë a jeni aty, zakonisht kanë qenë aty dhe na kanë pranu. Po gjithmonë kemi dash mi au respektu dhe këtë orarin jashtë ligjor që e kanë vendosur martë e të prej 12 deri në 2. Do me thonë, udhëzimi administrativ për strehimorët thotë që duhet strehimorja të jetë e hapur për publikun çdo ditë pune, që i bjen 5 herë në javë, ka 4 orë në ditë. Ku 2 prej këtyre ditëve duhet me qenë edhe orari 5 ditës. Sepse kanë menduar që për shembull nëse prej të hanës deri në mërkurën është orari paradite, themi prej 9 deri në 1 qel, 4 orë ose sa pi bjen, ose deri në 12, atëre i bjen 2 ditë që është e ajta e premte duhet me qenë për shembull prej 2 ose 3 deri 6 në 7 e hapën strehimorja. Pse kjo? Sepse i afron më shumë, i motivon më shumë njerëz me ardhmë me vizitu strehimorin, mi pa qenë, mos rastisht dikush do me adoptu ndonjë qen, që mos me kon veç pet shopi, vendi kryesor ku njerëz të qytetar shohin qen. Se ka qen aq të bukur, krejt qenë endacak që në racë mix janë jashtëzakonisht të bukur. Unë nuk e di qysh njerëz fokusohen te racat. Tash për mua asnjë qen nuk është i shëmtuar, po prap racat nuk e kanë qenë bukuri si qen mix. Është vetëm i çu njerëz do të kish qenë mirë marr veterinarët mrena aty kishin bo video të ndryshme në rrjetet sociale, ekipa pare, mund është një video live me bo ku veterinarët aty ose menaxher të strehimorës i ftojnë njerëz me pa qenë të bukur që i kanë brenda. I reklamojnë qenë që janë një bardhëzi ndoshta janë njerëz zakonisht bukur. Ka dhe raca aty, ka malino që janë të braktisur, ka disa lloj si mix pitbulla, ka
si lloj labradora. Do të thotë ka edhe lloj racash që ndoshta njerëz kishin pas qef mi pa edhe mu bind mi adoptu. E çka bojnë këta? I paketojnë si patate, as si patate, se patatet më mirë trajtohen, edhe veç ja u dërgojnë një adoptuesi, një stremorës jashtëligjore, ku e din që ata që janë të shkret, ose kanë me vdek urije, ose kanë mu të coptu me zveti, sepse personi që i ka adoptu, që po dën me pas qatë stremore jashtëligjore, nuk ka asnjë lloj njohurie për çan. Do të thotë, ai ke pa dhe neve aktivistave ka ndodhur ku i kemi njoftu dyqan, ja ka nis mos me u dash me zveti, ndashtë janë rendu ka pak u dash mi nda, me thonë okej, kena mësu prej qësaj, që ta dyqan nuk po pajton, shenjat e trupit tash po ja mësojmë se qysh po reagojnë. Domethënë dhe na si aktivista vazhdimisht mësojmë prej gjuhës qenve. E tash imagjino njeri që veç do mi marrë çdo parë, i shtin se menon që veç i shtin me një dhomë edhe aq. Bile një zyrtar i komunës na pa thonë herë, pse mos më përkujdes një person për 300 qenë, kur një person kujdes për 300 dele. Imagjino ti çfarë krahasimi. As delet një person mirë nuk mundet me këqyr, po, se jenë mësum ndoshta, shkon ajo që bariu, është një farë profesionin veti që do një farë dedikime dhe mëson pastaj me delet edhe me baktit, e kështu që 300 qenë. Këtë natyrë tjetër. Këtë natyrë tjetër, 300 qenë munden edhe me të rëdzu, është një fanyrë, nuk është e pak kuptim se qysh një zyrtar, e aty na ka tregu shumë me atë deklarat ku e kemi pa që nuk janë kërkat. Njohuria e tyre nuk është fiks. Nivelin e duan. Edhe nuk dojnë as me ndëgju Ilkaj, dhe ne ka një kryesisht janë burra aty që e kanë kryte fort, mendojnë që ju vjen edhe pak inati, ndoshta kur ne si aktivistë jemi shumica gra, e kanë edhe këtë problem pak. Do të me cek që edhe seksizmi ekziston edhe në këto aspekte dhe e kam problem me ndëgju këshillat e dikujt që po mundohet me të vërtet me ju ndihmu. Unë jam kona ajo që si aktiviste po dhe si fondacion, kam shkuar se cilin takim që ata kanë pas nevojë. Kam qenë e gatshme, kam thonë këtu çdo javë nëse doni bëni një tavolim rreth komunës dhe hajde bashkë i marrim dhonat cilë qenë po kastron, sterilizohen, ku po ka ma shumë nevojë për kastrime, sterilizime, pastaj me aktivistë në bashkëpunim mujna me i gjetë vendet ku ka ala qenë që me çdo cept Prishtinës komunës, bile dhe fshatrave përreth me kastru dhe sterilizu. Ka qenë shumë e nevojshme. Po të kujtohet ndoshta që në vitin 2022-2023 pastaj i kanë kontraktu 4 operator ekonomik, ku një ndër ta ka qenë edhe operatorin Ferizaja, Agron Pajaziti, cili shqare ka bu punë të keqe dhe është tash në ndërtime, është arrestuar fillimisht edhe prej prokurorisë atje. Do të thotë pse se ka pas projekt aktiv në shtime, Kaçanik, Shtërpc, në komunë Prishtinës, me 20 bokse, edhe ato bokse kanë qenë asi të tmerrshme, beton, pak pas të jo higjenik, qenve ju mbet ki koka mrenda, do të thotë një komunë normal automatikisht ndërpren kontratën, edhe nëse rrezikohet me u padit prej operatorit, se thotë ose mos pari nuk ja jep hiç atë kontratë kur e shet që nuk ka kapacitete me kry punën që i duhet. Do të thotë imagjinoti 5 komuna me i pas, një person që nuk ka as kushte elementare, nuk e ka as një sterilizator që aty për pajisje që duhet me i pas. Do të thotë duhet me pas menaxher shumë të shkath, sepse ti paramendo me i marr prej 5 komunave që janë, që është Pështjellën. Në Spidina lagje kanë për na Pështjellën, cili po shkon edhe më 5 komuna me ditë. Ajo është sigurt që ka qenë veç projekt që me mujt ndoshta edhe mi zhduk disa qenë, edhe se jo me përfitu personi Atë artist që edhe fiks. Elzat, falenderoj shumë për këto minuta të informimit në thellësi të situatës në cilën gjendemi. Atëherë deri në emisionin tjetër, po shpresojmë që kemi pas zbatim të ligjit edhe lajme më të mira. Po shpresojmë. Faleminderit shumë.